Hi guys! Hi guys. Këtë video në do hapim bashkë me baba Marildon. Hey guys! Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në një video tjetër me mua. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Alketa. Edhe për të gjithë ata që më njohin tashmë prej 2 vitesh, shumë faleminderit për supportin. Love you. Desha ta hapja këtë video sepse dua t'ju lançoj produktin tim më të ri, që është për flokët, vaj flokëve, për kërkesa të ndryshme, për rritje, për hidratim, për zboks. Ha mama. Ha. Nxoj lemza të? I t'japin Dada një çik ujtin, biberonin. Dada! Jepja çik Lalit biberonin. Edhe siç po ju thosha, doja t'ju tregoj pak edhe logon e re që kemi vënë. Është kështu. Edhe unë desha ta aplikoja. Desha ta aplikoja para jush me ju, duke bërë pak muhabet. Unë vajin e flokëve e kam bërë për tipologjin e flokëve të mi dhe kërkoj nga ky vajti që të më rriten, se të shëndetshëm, që çdo ditë i kam mashallah, janë goxha të shëndetshëm. Edhe kërkoj që t'i rris. I kam pas shumë gjata, nuk është se dua një gjatësi kush e di dhe jam e fiksuar, thjesht rriten, shëndetshëm, se për të prerë shkollaj 2 sekonda dhe. Hey guys, këtë është Amarilis. Okej. Shkorri me Lalin edhe biberonin. Edhe mëso. Është në këtë mënyrë me kontagocce, me pika. Edhe do të hedhim vërtet shumë pak pika. Nuk është nevoja të hedhim shumë, e rëndësishme është që ta hedhim në rrënjë dhe jo, domethënë në lëkurën e flokut. Pak, sepse vaj hapet gjithande. Domethënë mënyra se si e aplikoj unë. Pastaj secili prej nesh është i lirë të vendosin dhe të aplikojnë si të dojnë vetë. Zakonisht zonat që janë më kritikuese, që bie dhe duket shumë dhe kur i lidhim bisht apo kur i bëjmë flokë të kapura, është këtu anash. Pastaj varion, se jemi gjithë njësoj. Edhe po do t'i mbaj diku tek 2-3 orë. Do t'i bëj një bisht edhe o dritë. Mbrapa nuk është se kam kush e di nevoj, po që t'i vëm. Mos harroni që vaj, në momentin që ne aplikojmë, shpërndahet vetvetiu gjithandej. Neve mund të vëjmë çik këtu, çik andej, por që kur ta mbajmë në poza, ai shpërndahet vetë sa andej sa këte, ku bëhet në mënyrë uniforme. Mami mos bëre mu i dritë. Dhe thash, ta hapim kështu këtë vlogun, duke ju sponsorizuar produktin tim më të ri të Amarli. Dhe unë ndihmoj flogun tim me këtë mund ta gjeni gjithandej, në për supermerkato, në për tigota, në për tekinezat, kudo. Okej, në këtë formë, më merr këtu dhe shkon dhe masazhon, por në këtë moment do ja parlit se e do. Okej. Mundet të aplikoni vajin tim për rritjen e flokëve apo për tipologji të tjera, edhe në një mënyrë tjetër, që është ta aplikoni në dorë siç e bëra unë tani, dhe të shkojmë direkt tek floku, por që dhe kur jemi duke bërë shampon e parë të flokut, direkt edhim disa goca, sipas disa pika, sipas dëshirës, se nuk e di sa flok keni, sa gjatë, qysh apo tek, por që rregulloheni vetë sasinë dhe mënyrën në momentin që e keni produktin aty afër jush. Por që unë për veten time mbush një të tillë. Edhe pastaj kur të lajm, gjithashtu do ta hedh, dhe pse po e bëj tani këtu, do ta hedh dhe kur të lajm te larja parë. Në këtë mënyrë e bën kështu. Edhe shkojmë masazhojmë. Jo, mami, ajo është ilaç. Nuk është mirë porcionin ajo. Është ilaç. Nuk është ujë dritë. Nuk është ujë, ajo është ilaç. Po edhe mami te koka rriten flokat e mamit bën madhe. Çfarë do ti? Jo të më nëna sa ajo është për goca. Në këtë mënyrë mund të shkojmë të masazhojmë dhe në këtë mënyrë. Stimulojmë gjakun sa më shumë cirkulacion të rregullt të kemi, jo vetëm në sklepin e kokës, por dhe në gjithandej në trupin tonë, lëkura jonë me shëndetshme është.
nuk është nevoja të dim eksaktësisht sasinë sa do të hedhim, por nevoja është dhe gjëja më e rëndësishme për mua është ta masaxhojmë atë. Më shumë përkushtimi japim masaxhimit se sa sasisë, se e di që do kem pyetje sa pika të, sa kushton, sa është. Për këtë gjëra pastaj më shkruani në privat në Instagram, gjeni gjithandej me emrin Elkeda Marildo. Edhe po. Po provoj të vetja ime. Kam goxha kohë që e bëj, por thash okay, le ta lançojmë produktin edhe për tek klientët se jo. Ku ta mbyll se më erdhi Arli këtu afër tani edhe. Ja, ky është produkti. Nana. Jo drit. Është gabim ajo. Merr lugën këto. Çfarë do? Po bëhet mami flok bukur. Ora është diku tek 2 paca. Mami. Që kështu jam shumë okay. Nga ora 4 e gjysëm mendoj që t'i laj. Masaxhojni sa më shumë në këtë mënyrë që lëkura ta thisi. Edhe siç u thash pak më përpara, mund ta përdor, jo këto mami. Mund ta përdorni edhe tek shampoja. E këtë data se do ikim ata në dy. Çoçi këtë mami te banja. Çoje mami te banja këtë. Te dushi, te vaska. Çoçi mami te vaska, lera atje brenda klut. Ha. Jo këto. E more? Çoçi te vaska mami. Bravissimo. Stelaj. Në këtë mënyrë tani shkojmë dhe i lidhim flokët. Pastaj masaxhojmë prap pak më vonë. Okej. E mira do ishte që kush e ka flokun e gjatë, t'i fusi një gërshet edhe t'i lër ashtu. Unë do t'i lë. Sa po më dhëmbin, se nuk janë të krejtë. Mami, nene. Qa do t'i shpirti? Jo, to nuk do t'i japin mami, do i kemi mamin ma tanë tani. Unë njerëz, si që thash, kam bërë një supë për Arlin, kam bërë grosh për ne ndarket, edhe do zë dhe një bukë, që të bëj bukë shtëpie, edhe pastaj do mundohem të vetë që ka Arlin në gjumë, edhe do lajem vetë, do kujdesem qik për veten time, do t'ju marrë në përditshmërinë time, do... edhe kështu. Që kështu për gjitha goca që janë të interesuara për vajin e flokut, 100% natyral me vajra esencial, le të më kontaktojnë. Do uj, hajde jetë më, po nuk është uj ai. Ato tu janë ilaç, hajde kim pim ujë të dy. Hajde, opa. Shifër me vën. Hey guys! Unë lava, këtu kemi këto puplat. Edhe doja të ndaj me ju nëse ju kujtohet në videon që kam hedhur sot, në vlogun që kam hedhur sot, ju kam thënë që kam bler një parfum dhe ky parfumin po i çmend gjithë njerëzit që më kanë takuar, gjithashtu edhe Marilisin shumë për çmend. Atëherë doja të ndaja me ju, sepse janë parfume vërtet shumë të mirë dhe vjen në këtë konfekcion dhe parfumi quhet Jolie d'Avou. Jolie d'Avou. Edhe unë e hodha tani bëra dush edhe e hodha dhe Marilisi për gjithë kohë dhe kush e ka këtë parfumin, kush e ka? Vjen në këtë mënyrë, hapet kështu. Edhe këtu të tregon notat që ka. Edhe parfumi është ky. Dhe ho tregoj. Është kështu. Oj, sa bukur baba. Vjen kështu. Në këtë format. Kur ti do flish gjumë, unë do këtë shkollë dhe disa do të spërksoj edhe. E, po mos e harxho shumë. Po e fshej unë. Jo, ma jo. Jo. Ngrej kokën. Ne ma dhe polson këtu. Dhe bëhet me polson tjetër. Po, ma jo të dorë. Okej. Bono. Ka po bono. Ku e bleve këti? Që në me bleva. foto në kopja dhe mua. Sepse nuk e dija që do të pëlqente kaq. 1, 2, 3. Oh, brave! Adesso Arli. 1. Vai tot. Bravo! Guarda! Mami më se puça. Puça çik mami. Ma jo po. Njerëz çfarë mbylla videon ashtu sepse doni fëmijët të nxirra për jashtë flosni, por flokët janë shumë super. Do vjeni. Hi. Hi guys.
Jemi në darkë, është ora diku 8 e ca, mos them 9, sepse unë sapo kam mbaruar zbëri stërvitje me Angelën. Pasi kisha bërë, pas kam një mega më shkojnë këtu, që unë do ta kap. Pasi kisha bërë goxha mungesa diku te 4 ditë, henjtë premte shtondjel, nuk kam pasur mundësi që të bëj fare stërvitje. Edhe 4 ditë i kam bërë pushim, por që nuk është se jam e mërzitur ose të them o bobo, sepse i kam merituar se kam 2 muaj që vetëm më ushtrojmë. Edhe sot rifilluam si janë, shumë e lumtur, shumë e kënaqur. Tani do hajmë darkë, do hajnë Amarildo me fëmijët, se unë kam kënaqur 5. Edhe kështu. Flokët duken kështu, si që shikoni, i kam larë, i kam bajtur 2 orë e gjys, i kam larë, mi arritur goxha, i kam marrë shallat shëndetshëm, vaj është fantastik, kur ta provoni, do më thoni. Edhe ja. Tani ju uroj një natë të mirë, një mbrëmje të këndshme në familjet e juaja dhe shikemi nesër. Deri atëherë. Hi guys! Nga e Marta, çuni u vrate mjekra. Zemër, është ndërti. Jemi zgjuar herët sot njerëz, jemi zgjuar që në orën 7:30, 7:20 kështu, sepse Arlin djevi motrën e vet me babon, që po bëshin gati shëndetrit. Edhe u zgjuam, tha mami çau. Edhe tani jemi këte. Jemi zgjuar, unë piva kafen, Arli e ngri biskota. Edhe po presim që të bëhet ngrohtë, që të vej ora diku nga ora 10. Kështu të nxjerrim Arlushin për jashtë. Sot kam pasur kohë edhe të merrem çik me veten, siç e shikoni. Se zakonisht nuk është se lyem shumë, po nuk kam vënë gjë fytyrë përveç hidratuesit, rutinën time domethënë. Kam lënë vetëm syt edhe buzët. Në fytyrë nuk kam asnjë gjë. E lë të marrin ajër. Dhe po. Jam e lumtur sepse sot në darket kemi edhe stërvitjen me Angelën, edhe sot kemi këmbët edhe vitet, që kështu dije kishim krahët edhe barkun, që kështu goca. Le ta shijojmë këtë ditën e sotme dhe juve një ditë të mbarë sot që është e martë. Ha? Hi guys. Çoni po shikon mashën. Dydy me mamën. Çoni është morë. Çoni pipici. Çoni është morë, pipi dhe i laçi me temperaturë. Nana. Duam të ikim te nena, po do vi nena te çoni. Nana. Çoni është morë. Hi guys! Kemi dalë të përjashta, kemi nxjerrur Arlin, që los me xhemelinet, me pipinjaket. Amarili si kundrohet. Ami, kundrove? Jo, se do gjej bluzën. E ke tek dollapi, s'ke aty. Do, shumë. Apo të marrë atë. Bravo. E ku është? Këtë so? Zvota l'armadio, così lo Po si, svuota l'armadio, dopo lo sistemi te. Prendi. Allora non lo svuoto. Arli, hajde back to. Hi guys. Ha. Oh, vai indietro.
Atas. Salutate anche voi, fate hi guys. Hi guys. Atas. Adesso arriva anche Amarilis, dove viene Amarilis, saluta anche lei. Ok? Chi c'è? Non c'è. Ecco, trovateli adesso. Ami esci. Ami. Arli conta così. 1, 2, 3, 4, 10. Chi c'è? Che non c'è? Li beja që mamit kështu. Bravo. Sei bellissima. Hey guys, në të erdhëm në kanalin tim, sot do të bëj outfitin. Atë bluzën më ka dhënë nëna, pantalonat mi ka dhënë nëna. Bluzën ta ka regaluar motra Alma. Ok, më trajna. Këpuc, Ti ka bler mamit e Decathlon. edhe klatra. Edhe Pantallonat janë. nga qinez. Flok ti kam bërë unë. Qui c'è la Gaia, e lì c'è Arlushi, e lì c'è Giorgia. Edhe këtë më ka dhënë shoqja ime, edhe këtë këtu më ka dhënë mami. Vai. Charlie me amin që vë mbyllin. Unë jam veshur e përgati për stërvitje, sa të vina Marilda, atletet dhe fuzbrafit. Ki c'è? Edhe pa. Ka ardhe mamin, po m'jep një dorë të shtëpia, të pastrojnë të shtëpinë. Ti non c'è? Edhe kështu. Hi guys, jemi nga dita hinte, sot është 1 maj. Përfitoj nga rasti të uroj gjithë njerëzve kudo që ndodhen gëzuar 1 maj. Qoftë ky një muaj që mund të realizoni shumë ëndra, shumë objekte që keni në turin tuaj, edhe po, gëzuar 1 maj të gjithëve. Unë po bëjmë gati, jam veshur, sot kam veshur edhe bluzën e vllajit, edhe të punës vllajt, edhe sa është bëja një gjë në Mercato, po ka, dhe po nuk ka, thjesht një gjiro me fëmijët. Edhe për drek mbase do jemi tek shtëpia babit tim, që do bëj një griljata me gjithë ato komshinët e vet ku jeton, edhe na sale ne. Kam bërë edhe pak make-up. Në lëkurë nuk kam vënë asnjë gjë. Më falni për këtë sytë e mi lodhjen time, por kam 2 net që nuk fles, sepse kam pasur Arlin me temperaturë, edhe sot shoqësh zotit është pak më mirë. O mama, Ej. Dimmi. lata. Cosa c'è? Avioni? Sì. Tu kemi Arli. Arli që po vet gati. Kemi Arlosin. Dhe Amin që po vishet. Ja njerëz, edhe në qike dhe vajtëm. Jemi këtu. Andiamo Arli. Bravo Pingi. O Pingi. Andiamo. Lasciami canarci. Lasciami canarci. Da parlare in babbi ci con buco. Non si cazzo. Io non si cazzo. Pis. Kopita la in babbi. Qui. Ali. Kopita la. Da la in babbi te cesma. Pri. Aturi. Arriva. Në burë. Hello. Mirë si jetë. Ali babi.
Kush e ka babin? Tatune. Kam unë. Tatune. Kam unë. Tatune. Tieni, no? Chi c'è? Arrivati la prima. Tieni papà. O Kiç. E kam menën tek ato tani herë. Hep se fillovi. Tieni, no papà. O Kiç. No. Burr, si saluta gruaja. Ç'ke? Ç'a bëhet në fshat? Grazie. Ciao Dedeline. Ai daj. Se qika ai daj. Se qika ai daj. Adesso. Ne sot do ikim Xhilo. Ku do ikim Xhilo? Batto. Në lago. Lago. Ku do ikim? Bici. Do marrësh dhe biçin, a? Babo na ka sjellur lështrydhe. O babo. Kush është ky bosi? Ku po ikim në mama? Ikim Xhilo. Guarda, si c'è anche la Tunnel. Ikim Xhilo. Dopo pastaj do ja tregojmë se ku po shkojmë. Arli, siamo dentro al tunnel. Questo è più grande del... Veramente. 500 metri, prendi l'uscita verso Furlo. Furlo. Tra 600 metri, prendi lo svincolo per Vianacce. Tazzi. Pianaccia, sei capace? O Pianaccia, sei capace? Nada. Che bello, mamma. Luda. Lule. Pianaccia. Doveva essere già messo. Sì. Guarda, sta gente. Simo, guarda. Ma è qui? Non è qui. Non vedo nulla. È anche più avanti, però. Non so. Eccoci. Non contegno io proprio. Ma poi che ti c'è di bene? Vai. Vai. Do zbezë. Jo, vai. E njerëz, neve sa kemi mbërritur tek vendi, edhe ka ndodhur një aksident. Hi guys, sa kemi mbërritur si që thash, edhe këtu ka ndodhur një aksident. Ka rënë një fëmijë në ujë dhe nuk e gjejnë më. Tani unë nuk e di sa vjeç është qysh apo tek, por nuk na lejuan që të parkonim. Ma ata do të kenë diçka që e afrojnë, që ta shikojnë në afër se. Hi guys, jemi ullur që të hajmë drekën, do hajmë pjadina, vero Arli? Edhe pasaj do lëvizim të shkojmë në një park, ku të argëtojmë fëmijët, jetë edhe freski kështu. Kemi baba Maritun. Edhe kështu. Basta coca ti. Do hajmë pape një, do hajmë pjadina, do hash pjadina, da që mami. Non si è proprio. Qik laguz da i. Nuk e këthen, sa i vete të gojë. Gjithsesi njerëz, duhet t'ju themi që ka shumë njerëz, ma është full me njerëz, edhe dua të shkoj edhe poshtë, te ka ndodhur kur aksidenti, kam qik frikë me thënë drejtën, po do të shkoj lagon proprio nga vicino. Tu kemi këto signorinet. Edhe po presim që të hajmë, se s'kemi ngrënë asnjë gjë dhe pastaj do lëvizim. Atje kemi ca qenushash. Bubi. Është shumë vend i bukur, shumë vend i qetë, ka shumë njerëz që
bëjnë piknik, hajnë, bëjnë zgar. Është goxha edhe rrezikshme siç ndodhi që një 35 vjeçar ka humbur jetën sepse është hedhur në lago, që nuk mund të shtidesh, por që ai është hedhur. Edhe ka ndodhur në orën 12 të drekës dhe kanë gjetur në orën 3. Domethënë e kanë gjetur pak që kanë gjetur. Aksidenti ka ndodhur diku aty dhe akoma s'kan mbaruar punë pompierët, karabinierët. Atje është diku makina e pompierit që kështu. Ja ku janë disa prej personave që punuan brenda. Ami, occhio qua, eh. Che bello. Hoppa! Il deso sta buco. Venite? Piano, Simo, eh. Otsun atë mamit. Otsun. O Ilde, shikoci. Vieni, Simo. Abbassati pian piano. Ami, vai a dare una mano. Piano, eh. Che mamma. Dashuri. Hajde edhe me mami. Hajde, me një migull. Hajde. Uno, due, tre. La Ka dhe njerëz që lanë, por që Ami, guarda. Amore, è fredda, ma non è troppo fredda, sai? È fredda, ma non troppo. Sì. Oh mio Dio! Aspetta. Facciamolo da qui. Uno. Tu soffri il mal di mare? Mamma, si vede che quell'uomo soffriva di mal di mare. Capito? Aspetta che video fa così. Alla fine posiziamo c'è tutta Është një ekskursion, do thoja unë, që është i bukur dhe me fëmijë, por pa fëmijë do ishte akoma më bukur, sepse unë me Marilda do kishim vënë një çadër të lezetshme aty, një lenzuolo ku të uleshim, një super piknik, se kemi marrë dhe bostan me vete, dhe do hanim aty diçka, do rinim, por që me fëmijë është pak e rrezikshme, edhe kështu. O, burri, që ka emrin ky vendi këtu, lagu? Il fiume di? Di Urbino? Një gjë e tillë, nëse do t'ja themi eksaktësisht më vonë, sa t'informohemi mirë. Se neve sa erdhëm, morëm vesh atë lajmin një shumë të këndshëm,
Edhe sikur na u prej ajo entuziasti ajo gjëja kështu dhe jemi çik shumë. Por që shikoni çik sa ngjyra të bukura që ka tani kur i kën dielli, është fantastike. Vai. Ti gioca con Arli. A me. Gioca Giusimo con Arli. Obla. Kemi ndaluar pak te ky parku këtu që të lozin çik fëmijët, e Marit do ka shkuar të marrin kafe. Unë me Arlin dhe fëmijët kemi ngrënë bostanet dhe lulu shtrydhe. Dhe porrim. Su. Zorbu. Cin. Guys. Herë, që do? Herë, që bërë ti? 15 euro a person, në kontanti. Ej! Ci metterei fino alla mano. A te burti ci sta l'aria da camping? Eh? Ti piace la natura, campagna? Sei proprio l'uomo Tarzan. Si e u dhe quni. Do ikim në Ildi. A di si është bërë aje? Hai visto, padre? Cos'è? Ha camminato sopra? Il babbo, lui sa. Vai, Ani. Io non so. Bravo, figlia! Guys, baba Morilda nuk do t'ikin që këte. Komenton një post, ik shpi. Unë dua t'ikin shpi. Sepse po ikën dielli, jam shumë e lodhur. Nuk është se më pëlqevi shumë ky ekskursion, nuk e di pse, por nuk më pëlqevi. Papà, ecco, questo va bene? Se mu bë ky vend shumë perikoloso. Questo va Arli, bene? thoj që kaj guys. Adesso. Ku kemi ardhur neve? Do ikim të shtëpia apo do rim këtu? Tu. Do rim këtu, që si është bërë Arli, që si është zhytur, dhe kokat e kem, qikojnë. Ke kitho Arli. Ej. Ma i është rritur mamin e për lumet e Kushovës. Ma salute? Në për prejnë. A vazhë të ke qunin brava? Shikojnin që kësa ka ndodhur këte. Shikojnin që kësa ka ndodhur. Ami, guarda. Kus e bujë në jesë. S'di që shti treq vëmendja. Po kthehemi në shtëpi o njerëz. Massimo fino a casa. Guarda baboj Arli. Mamma. Massimo fino a casa nostra. Capito, mamma? Po kthehemi në shtëpi o njerëz. Kaluam shumë bukur, shumë gjelbërim, shumë bukur edhe si tjetër do organizohemi më mirë. Por si hera parë, okay. Nice. Very nice. Vendi është kjo këtu për ju që më pyesni ku ndodhesh, këtu. Rënë hëngrëm këtu, te ky restoranti këtu. Edhe po. Një mendim për vendin. Apo do e shpjegoj më mirë? Do e shpjegoj më mirë shtëpi, con calma. 60% nash. 66% nga 110-a. Nga 110-a 6. Ja si duket parku.
Oh Marita. Sa i thonë t'ket babaj një qunë. Orli, a di si je bërë sot? S'ka lavatrice në botë që t'lajnë. Bravo mami, lejë një qik hapur sa tajrose. Hey guys, qova pak shoqen e gocës tek shtëpia, Simonën, dhe ndalova pak te prindërit e mi. Dhe një pëjken shtëpi, tani duhet të tregoj pak perëndimi këtu tek fshati jon. Ja edhe perëndimi këtu. Siç e dini juve, u vdes për perëndimet. Sa fiksim, sa bukur. Edhe për sa i përket se si ja kaluam tek vendi që shkuam, që si ja fiksova emrin, që se si e kuptuat. Nuk e di si ta shpjegoj, dhe u kënaqem dhe s'u kënaqem, sepse sa kemi mbërritur, kemi marrë vesh këtë lajmin e keq, dhe në direkt u steposëm, vleshim që gjithkohës me frikë, me ankth, bobo, qysh apo tek. Ende nuk është se shijova shumë, me thënë drejtën, do të doja t'isha organizuar më ndryshe, por prap gjithsesi mirë. Dolëm, fëmijët u kënaqën, që kështu hajtme, si tha Marilda, nga 1.10 a 6. Por që rëndësishme është që fëmijët u kënaqën shumë. Edhe kaq. Hi guys! Hi guys. Ciao bëni! Do bëjmë mbylljen e këtij vlogu, shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer. Neve sot për festën e 1 majit kemi qenë tek, unë nuk bëjmë ndemrin, Fiume del Furlo. Edhe të flasin çik babo Marinda, se më kanë fol bot. Që të plasë? Io non devi piacere da Ai nuk keqë, guys. Ditë e keqës. Por, përveç aksidentit që kishte ndodhur atje, është një vend që neve ja u këshillojmë me fëmijë, por që do të organizoheni, nëse do hani atje diçka ose do ta merrni me vete, do të merrni diçka që të uleni ose edhe me çadër, sepse ditë ngrohta po vijnë. Edhe ku ta di unë, ujë, ushqim, sepse që të blije një bidon me ujë do bëje shumë rrallë, shumë fila. Gjithsesi, neve tani jemi gjithë këtu për jashtë, kanë ndesu babi çik motorin. Arli, hajde se do mbyllim videon, mama. Hajde. Hajde këtu. Hajde këtu. Okej, shihemi në videon e radhës. Hi guys, mos harroni që të bëni një Like, comment, share. I thot gjitha babo. Ciao. Arli, fike mami. Hajde fike ti biri. Say ciao. Ciao.